Të nderuar shikues, kemi një intervistë me mjekun Valon Hasani për të cilin do të folim për shëndetin e zemrës edhe gjithashtu shëndetin në përgjithësi në këto kohë pandemie. Valon, mirëmbrëma. Mirë mbroma, Bernhard, përshëndetje për shqytuesit tuaj. Si ndjehesh? Mirë, lodhje, tanë ditën punë këtu, po e kalojmë disi. Tregon për ata që nuk e njohin punën tuaj deri tani, na tregon me çfarë merresh që të jenë më të qarta pyetjet në vazhdim edhe përgjigjet tuaja normal. Ne do me thonë para 6 viteve, para disa ditëve do me thonë bëjmë 6 vite që e kemi hapë do me thonë repartin për kardiologji intervente në Tetov, me cilin do me thonë në rreth në Tetovës, Gostivarit, Kërçovës, Dibrës, bëjmë shërbime për kardiologji intervente. Secili pacient i cili atakohet me sulm në zemër, secili pacient i cilët kanë dhimbje anginoze, secili pacient i cilët kanë probleme kardiovaskulare, trajtohen në qendrën tonë. Por jo, puna jonë nuk u ndal vetëm aty, do me thonë, vazhduam që bëjmë inovitete, kemi fillu, do me thonë, spari të punojmë me periferi, gjymtyrët e poshtme, pastaj për arteriet karotide dhe në fund, do me thonë, si inovitet më i ri është edhe trajtimi i sulmit në tru, të cilën kemi bërë disa pacientu në qendrën tonë. Mirë, përgjithësi, si është shëndeti të varëve dhe qytetarëve të rajonit të Pollogut, pasi vetë thatë se nuk merreni vetëm me të varë? Shifni, në përgjithësi, do me thonë, në këtë kohë pandemie, për shkak pandemisë, si në çdo vend të botës, ka ullje të rasteve, por jo në të gjithë digasteret, për shkak se dihet se Covidi është shumë ngushtë i ndërlidhet me problemet kardiovaskulare, do me thonë jep probleme kardiovaskulare, edhe trajtimi i atyre pacientëve, do me thonë, është bë rutinë dhe timet jashtë si edhe këtu, do me thonë janë timet të cilët janë timet të përzjera prej infektologëve dhe internistëve ose kardiologëve për trajtimin e komplikimeve të cilët i jep Covidi. Në kohë pandemie, në këtë kohë, puna jonë e përditshme rutinë, në vitin 2019 kemi pasur, do me thënë, punë me shifra të larta, po edhe në vitin 2020 ky trend vazhdoi njëjtë, me cilin pacientët, do me thonë, që kanë ardhur në qendrën tonë, ka qenë numri i njëjtë. Edhe i bie se rrethi jonë ka një incidencë të lartë të smundjeve kardiovaskulare, e cila është trend botnor, po edhe trend edhe këne. Kur thot trendi i lartë, a mbani mend numra, do të thonë në vitin 2019 sa kanë qenë intervenime në repartin tuaj dhe vitin 2020, do të thonë për dashur ta dim një trend, a është në rritje apo kemi ndonjë efekt tjetër në ndërkohë? Shifni, në vitin 2019 kemi bërë 1390 raste, do të thonë 1400 raste afër. Në vitin 2020 kemi po të njëjtin numër, ku të dim se gjithë qendrat për rreth neve, po edhe në Maqedoni këtu, kanë punu me 1/3 e punës, të cilët e kanë pas në të frekventume. Ne nuk e kemi ndalur tan kohën nivelin e punës, po edhe kemi pas shumë pacient të cilët kemi trajtu pacient edhe më gjerë se në Tetov, do me thënë, tash kemi shumë pacient për Gostivari. Gostivari është pak si qendër endemike për smundje kardiovaskulare, do me thënë edhe kur kam qenë në kohë në specializim në Shkup, ka pas një numër të shumë të lartë pacientëve të cilët kanë ardhur prej Gostivarit të trajtohen në Shkup. Tash ato pacientë vinë trajtohen në Tetov, pacient prej Kërçove, prej Dibre, pacient prej Struge, kemi, do me thonë, prej gjithë viseve, prej Shkupi, kemi trajtu, do me thonë, pacient prej gjithë rrethit Maqedonisë. Në numri përgjithshëm kur përmendet flisni për repartin tuaj, jo personalisht ju sa jeni futur në sallë, apo? Shifni,
besoni se në 95% të tyre rasteve janë futur në sakë. Do të thonë Edhe kam atë punën e trajnimit të kolegëve të ri, të cilët janë në rrugë të mbarë për t'u vetësu, po ne punojmë me njerëz edhe është shumë e rëndë që në fillimet e tyre ti lësh të bëhet gabim, se gabimi jonë e dini se është i rëndë. Fatal. Varet jetë njeri edhe mund të mbarojë fatalisht, edhe çdo herë do të tentoj që të jem prezent edhe nëse ka advice ose supervisor ose diçka këshilla t'u jap kolegëve të ri se si punohet, edhe bëjmë një ekip të shëndosh të mjekëve të cilët edhe me nuk qenë unë, për se nuk jam unë i përjetshëm që kjo punë të vazhdojë edhe pa mu në repartin e kardiologjisë. Por mos pasëm në të ardhmen më shumë raste, apo që mos hetet numri, sigurisht duhet ndonjë këshill që ju mund ta jepni tani për qytetarët që të kenë kujdes për shëndetin e zemrës së tyre. A keni diçka që ju e keni përgatitur si preventiv për qytetarët, edhe çka i thoni një qytetari i cili duhet të ketë kujdes për zemrën? Shifni, shumë raste do të thonë në të cilët vinë prej pacientëve janë pacientë të cilët vinë në rastet akute, që të prevenohet mos vi deri në sulm në zemër, duhet shumë merren masa paraprake për parandalim, si masa higieno-dietetike dhe masa gjenetike të cilët janë mori në vete, janë pacientë të cilët atakohen, kanë një predispozit gjenetike që janë me sëmundje kardiovaskulare, ato duhet kenë kujdes, do të thonë në vazhdimshmëri, të bëjnë kontrolla për prevenim të ardhjes deri në një incident kardiovaskular, për shkak se do të thonë ato janë dihen se janë më të atakuar për sëmundje. Te ne për shembull punët të cilët varen prej regjimit ton janë si disa një konglomerat i punëve të cilët ne nuk i bëjmë, do të thonë, ajo varet pyrja e duhanit, mos aktiviteti fizik, shumë bastardimi i ushqimit në kohën e fundit, konsumimi i fast foodave, preparateve të cilët janë hormonale, vijnë deri te potencimi i këtyre gjërave, si dhe puna e preparateve të cilët i marrin të rit për fitnesa, preparate të cilët bëjnë një zmadhim të masës muskulore, edhe ajo vijnë deri te potencimi i incidencës të sëmundjeve kardiovaskulare. Do të thonë ne duhet merremi me aktivitet fizik normal, ecje çdoditshme, natyral, do të thonë ecje çdoditshme, bëjmë konsumimin e ushqimit sa më freskët, sa më natyral, të hikim viseve ku konsumohet cigaria dhe alkoholi, edhe këto në një shkallë shumë të lartë, do të thonë ulin incidencën e sëmundjeve kardiovaskulare. Kjo vlen edhe prej pacientëve të cilët kanë gjenetik edhe nuk kanë gjenetik. Pastaj në grupën tjetër, do të thonë hyn pacientët të cilët kanë edhe mori të sëmundjeve tjera si diabeti, hipertensioni, ajo është grup tjetër, do të thonë pacientët të cilët në vazhdimshmëri, spaku 6 muaj deri në 1 vjet duhet bëjnë kontrollat që ti kemi në observim që mos progredojë sëmundjat, të mbajmë një nivel të mirë shëndetësor të ato pacientë. Përveç sëmundjeve tjera, do të thonë një ri i shëndosh apo një mesomosh, një njeri mesomosh, a duhet ta bëjë për shembull kontrolla të rutinore 6 muajore, apo duhet të presë 3 muaj ose 1 vit? Si sugjeroni ju? Shifni, kontrollat normal bëhen vjetore, këtë rit. Spaku një herë në vit një labor, edhe një EKG, edhe një test, stres test, edhe një herë është e rekomandueshme ke çdo person i cili e jeton dekadën e 3 të 4. Ato do të thonë për shkak se incidenca ke këto janë më e vogël, spaku një herë në vit një kontroll rutinë që i thujmë ne është e nevojshme. Edhe çdo punë bëhet, do të thonë tentohet që një kontroll rutinë të bëhet ke çdo
pacientë i cili janë grup mosh. Në pacientët të cilët janë të shëndosh dhe janë në dekadën e 4, të 5, të 6, edhe ato, domethënë, jo se është e nevojshme çdo 6 muaj, e 1 vjetor, por pacientët të cilët janë të predispozicionuar për smundje kardiovaskulare, të cilët kanë një gjenetik, kanë BPH, kanë hipertension, diabet, që ato kontrollat, domethënë, s'paku 1 herë në 6 muaj duhet të bëhen. Faleminderit për këtë informacione që besoj se ti të shërbejnë shikuesve. Tani desha të të pyes për planet profesionale, se kam edhe një pyetje tjetër për planet tjera, për planet profesionale, ti si Valon, ku do të ecë karriera jote? Shifni, unë besoni që jam fokusu 100% në punën time. Edhe në qendra momentalisht e Tetovës ku është, besoni se mund të jetë në top 10 qendrat më të mira në botë. Ne kemi arrit prej hapjes së qendrës për kardiologji intervente të mrim në një qendër e cila ka leje për shtetit amerikan për hulumtime shkencore për shtetin amerikan që i be. Domethënë kemi leje pune që çdo hulumtim shkencor që do të bëhet për shtetin amerikan i bëjmë ne këtu në Tetov. Kemi planet të cilët unë i kisha për të u them sinqerisht për 30 vjet, për 5 vjet janë arri. Domethënë me një shpejtësi të madhe, qendra ka marrë FDA approved, domethënë kemi një leje për punë prej byros për ushqim dhe barna e cila është referencë botnore. Kemi disa hulumtime shkencore të cilat i bëjmë këtu Tetov. Tash e fundit që kemi marrë para disa ditëve është me biomarkers, domethënë kemi filluar me nanoteknologji, merremi me punë gjenetike. Kjo është një arritje, një kulm për vendin ku jetojmë edhe për punët të cilët i bëjmë në këtë qendër. E kishim domethënë si vizion për fillu stentimin e periferisë dhe karotideve, ajo u bë si punë rutinë, domethënë çdo pacient i cili ka probleme të tilla i trajtosh. Vitin 2019, domethënë kam qenë disa trajnime për acute stroke, për sulme në tru, edhe arrita domethënë me një shpejtësi që edhe atë ta bëjmë këtu, tu tregojmë si referencë, edhe kjo është e menaxhueshme. Jemi qendra e vetme për kardiologji intervente e cila bën trajtimin e acute stroke-it. Domethënë kjo është me planet të cilët ne i kam si të them ato kockat të cilat janë të rënditura ku, si dhe si shkon, janë shumë mirë. Faza tjetër është, domethënë, në këtë punën e edukimit të kuadrit të ri, edhe pak tërheqjes time, ose në tankohën ne kemi punë tu me rezatime dhe e dini se rezatimi nuk është edhe aq shumë i preferuar tankohën trish. Unë në vit domethënë kam bën ka 1300 intervenime, e cila është pak nonsens për shëndetin. Edhe e shoh se tash kohë fundit ajo lodhja del. Po rruga të cilën do ta trasojmë tjetë rrugë, domethënë e fortë, me të cilën gjenerata të tjera që do të vinë pas neve ta kenë më të lehtë të dalin ballafaqohen me botën e jashtë. Valon, edhe një pyetje, besoj se, domethënë, unë nëse vi si i ri, jam në duar të sigurta tek reparti juaj, apo? Mos dysho asnjëherë. Në pyetje, domethënë, pyetje tjetër që emri juaj është lakuar shumë kohëve fundit, domethënë ciklet e fundit zgjedhore si kandidat për ndonjë parti, për kryetar komune, për deputet, për ministër, të paktën ka mbetë edhe për kryetar shteti. Cila është e vërteta e kësaj mesele? Meseli e rëndë për shkak se unë këtë punën që va përmenda pak para profesionale në kom arritu duke ndet 24/7 në punë. Një ditë isha këtu mëngjes në punë edhe mu paraqita i djali im i madh më tha se besoni për shkak punës edhe punët familjare shumë pak i shoh njerëzit e shtëpisë. Domethënë shumë pak kohë më ngelen për të marrë me fëmijët e mi. Edhe normal që i falenderoj pjesën tjetër të familjes time, të cilët angazhohen çdo ditë
me punët të cilët duhet unë t'i bëj, në fakt, po i bëjnë ato. Edhe kjo puna private se si thujnë kene, për si cilën gjellë, si vegeta, ju mbo edhe une këtë punën e kur vinë këto punët e tyre zgjedhjeve, edhe çdo herë përmendin, për shkak se mjekët realisht kanë influencë për shkak se mbledhen njerëz edhe janë normal njerëz të cilët përmenden çdo herë nëpër këto kombinatorikat e subjekteve politike këtu këne, po va tregojsha meselen atij djalit tim se tha, babi tha, ka zgjedhje, thash, se dibe, thash, nuk ka zgjedhje, tash kalon, tha të kanë qitë në portal. Thash, në cilin portal, tha, edhe ma qoj linkun. Thash, jo, thash, nuk besoj, thash, dikush thash, mos është e vjetër diçka. Jo, thash, është e re. Edhe thash, po, pas ka zgjedhje lokale. Besoni se ka njerëz, do ta tregoj dy variantat të cilët une shumë kohë më rrotullohen. Ka politika, ka ideolog, të cilët kanë ide edhe aprovojnë në praks. Këtu kene ideolog, do me thonë, janë të rallë. Ne i dim kush ka pas ideja dhe si ka aprovuar në praks, se shumë pak prej njerëzve të cilët mirën me politik janë dëshmu në praks, janë të rallë. Po tu kene ka një problem tjetër se dikush politikën e ka si profesion. Edhe prej ku shef rizik, andej atakon. Do thonë, mos vallë dale, ki mos vallë, i bëjnë ato kalkulimet e veta. Unë momentalisht jam i fokusuar 100% në punën time. Unë nuk jam i fokusuar në daljen edhe angazhimin tim politik. Do të thonë momentalisht. Në rast se forcat të cilët bëjnë ndryshime në çdo vend janë të rinj edhe studentët. Në rast se paraqiten ashtu interesat vinë, do të thonë të rinj, studentët kanë vizione tjera për punët të cilët ose janë të mira ose nuk janë të mira, rrugët në cilët ne jemi të trasuar nuk janë si duhet, ato atakohen edhe reagojnë, spaku mund të angazhohen vetëm me forcën e atyre, por momentalisht nuk shoh unë se ka diçka tillë edhe vi unë deri në angazhim, do të them, politik. Besoni se nuk jam në dru hiç. Edhe pse emni tha edhe parës Alaku disa herë, po tentoj, do me thënë, me profesionalizëm më të madh të bëj punën time të cilën e bëj, edhe çdo pacient i cili vjen të trajtohet në qendrën për kardiologji interventive në Tetov, të dalë me buzëqeshje prej këtu. Kjo është pikësinimi im, edhe këtë pikësinim, do me thënë, duhet që njerëzit të kenë një vend ku do vinë, do trajtohen, mos mendojnë për punë të dobta anësore të cilët kanë qenë në mod e mjekëve këtu, ne do të mundohen në çdo pikë të luftojmë këto punë, edhe ta jemi model për çdo gjenerat të re të cilën vinë mas neve. Valon, pandemia neve na ka mësuar se çdo herë na duhen mjek të mirë. Shpresoj se do ta ndjekësh këtë rrugtim për mjekësi dhe profesionalizëm. Kemi jetuar edhe me politikanë të këqij unë 30 vitet e kaluara. Faleminderit shumë për kohën, Valon. Shpresoj se të flasim në një intervistë tjetër pak më të relaksuar nga gjithë rrethi që është lidhur me pandeminë. Faleminderit edhe juve dhe besoj që do të takohemi jo me Zoom, po të jemi në një do kushte të cilat shpresojmë në të ardhmen të jenë më të mira. Valon, natën e mirë, të nderuar shikues, ishte Valon Hasani, i cili tregoi për çudinë e tyre që bëjnë raportin në Tetov për kardiokirurgji, thjesht kardiologji edhe thjesht shpresoj se do të jeni në duar të sigurta çdo herë ashtu si thot Valoni. Natën e mirë.